Besa nuk ja del do të shkoj më shumë se sa një barazim me Lushnjën, që është mësuar tashmë me barazime dhe ky është barazimi i 5 thresht. Jam sërish me Ardi Beharin dhe me Sokol Bulkun. Në transmetim të drejt për drejt në Supergol, jemi në pritje për të lidhur me kolegun ton Erkan Çutra nga stadiumi i Luzit, ku zhvillua dhe kjo ndeshje, por fillimisht të bëjmë një analista asaj që pam. Një ekip shumë i investuar, Besa, e megjithatë duket sikur i mungon diçka. Po, në fakt, Gert, ne nuk duhet të fokusojmë vetëm të investimet e Besës në fakt, sepse edhe Lushnja nuk është më pak... Ja, ku e kemi Lushnjën me 5 pikë, ndërkohë që Besa ngjitet në kuotën e 3 pikëve për momentin. Sepse edhe Lushnja, po thoya, nuk është më pak i investuar. E vërtet. Sepse mund të jetë më pak i pompuar në shtyp, po nuk është më pak i investuar. Problemi i Besës në gjykimin tim është ky. Për mua është kualiteti një i skuadrës dhe në pikat më të rëndësishme të skuadrës nuk është një kualitet që mund të përligj jo vetëm investimin, po objektivat e klubit. Dhe pjesa e krizës që është tani, lojtarët duken me sytë lirë që nuk e kanë humbur besimin në vete dhe nuk janë liruar akoma për të vuajnë këtë pjesën e presionit të rezultatit. Dhe ku e pash këtë në dy, sepse ndeshja në fakt filloi mirë ato minutat e para, Koli po i ke parasysh dy aksionet e para, por me njerë mori një kthes të papritur për shkak të problematikës që ishte në qendër të mbrojtjes. Dhe me njerë ka marrë 2 raste për Lushnjën për mos koordinim të 2 qendërmbrojtësave të Besës. Tani, në momentin që ti merr 2 aksione në rinisje, sigurisht që... Rastet e Goxhe, e për? Po, ti merë kosto, jo vetëm psikologjike, pa edhe kosto fizike, sepse argjon skuadra shumë energji, pra nuk të mbajnë. E me gjitha të Besa me atë sistemin me 4-3-3 që filloi, që bëj 4-1-4-1 në fazë mbrojtëse me distancat e rregullta të presionit, pra presoj lartë, u munduaj që të kishte një farë manovre që e fillon të nga portieri, por ajo që mungon të në gjykimin tim, ishte pike referimit në majtë sulmit 1 dhe pasimet kyç, pra pasi fundit, le ta themi kështu, sepse ishte zgjidhur drejt në ana taktike për faktin që të 2 mbrojtësit e Krahut ishin me pjesëmarrje dhe të 2 mesfushorët e Treshes, përveç Migones, ishin po prap me pjesëmarrje në linjën e parë të sulmit. Në momentet kur haste vështirësi në manovrën nga portieri, sepse haste një linjë presioni prej 4 lojtarësh të Lushnjës, e cila në anë e saj ishte 4-2-4, në një presion të alternuar, Migones briste për të forcuar në mes të 2 qendërmbrojtësve për të krijuar superioritet numerik dhe e kalonin këtë pjesën e linjën e parë të presionit. Por ajo që mungoi, thash edhe një herë, ishte mungesa e një linje të ndërmjetme për të lidhur pjesën e linjës së mbrojtjes me pjesën e sulmit. Dhe eficienca pasaj në sulm, sepse e pam shumë mirë që rastet u krijuan, volumi lojës u krijuar, por nuk ishte finalizim. Edhe ajo pasiguruje ndjeva tjetër në një aspekt të goditjes standard. Te goli i marrë nga Canka në brenda në 5 metrësh është alarm i madh për një mbrojtje të vendosur. Dhe në këto 2 komponent them që Besa do ta vuaj edhe në mungesën e rezultateve, do ta vuaj në vazhdimsi. E kemi trajner Shpëtim Duro të Besës në mikrofonin e Erkan Çutrës. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, Gerdo. Duro, 3 ndeshje vetëm 1 pikë, çfarë nuk po shkon me Besën? Sigurisht nuk po shkon, nuk po funksionon, por arsye sepse derisa nuk merren pikët, normalisht është jo diçka pozitive. Janë 3 ndeshje që sigurisht kemi prodhuar lojë, thonë drejtën, por kemi probleme shumë në finalizim. Kemi kaluar 3 ndeshjet në avantazh, përsëri na kthyer rezultati dhe ku nuk shënon, megjithatë ne kemi shënuar, por ne kemi marrë edhe shumë gola. 4 golat para sot i kemi marrë në gabime individuale amatoreske, e kemi dhënë kundërshtarit. Nuk shënojmë shumë, krijojmë volum loje, krijojmë situata, por duhet dish që sulmuesët kur nuk shënojnë, normalisht e vuan edhe skuadra.
nuk ka sulmues që unë të kem besim që ky të shënojë paktën 10 gola, 15 gola në kampionat. Kemi sulmuesit tonë, të vetëm kemi 102, është lojtar që krijo volum loje, por kur sulmuesi kryesor në 5 ndeshje nuk shënon asnjë gol, normalisht përkthehet edhe me rezultate të mira. Pyetje nga studio. Po, Ardi Behari. Përshëndetje, profesor. Përshëndetje, Ardi. Plotësisht dakord me juve për faktin e shënimit të golave, po një nga ato problematikat që unë shikoj është edhe fakti i pjesës sigurisë që jep linja e fundit e mbrojtjes, dhe të jem më konkret 2 qendrat e mbrojtjes, sepse filluat lojën shumë mirë në pjesën e parë, ato aksionet e para, por morët me njerë deri në minutë 10 2 aksione shumë të rrezikshme për mos koordinim të 2 qendrëmbrojtësave. Mos vallë mungon edhe këtu kualiteti. Tash, Ardi, unë këtë detyrë e mora për sipër, për arsye jo shumë me dëshirë, sepse kampionati kishte filluar, merkato kishte mbaruar, nuk e njihja skuadrën, me thënë drejtën, por patjetër, përderisa një sulmues nuk shënon 5 ndeshje, sulmuesi kryesor, ajm gabime, marrin gola në mënyrë amatoreske, patjetër që këtu ka edhe problemi psikologjik është, sepse sigurisht kur nuk vjen rezultatet ngarkohet situata, por njëkohësisht unë kam thënë ka edhe problem merkato, problem disa lojtarë janë në limite, dhe kjo shfaqet më së miri edhe her pas here në fushën e lojës. Profesor, në minutë 65 keni ndryshuar sistemin e lojës duke u bërë shumë, po shumë sulmues, duke hedhur shumë forca lart në linjën e parë të sulmit. Mirë, po vura re që lojtarët kërkonin që të bënin pasime edhe brenda zonës së 16-qes. Vjen nga tensioni, nga mungesa e rezultateve, profesor, apo ndrova vendosjen për arsye sepse mendova që sulmuesi jon kryesor është i vetëm, edhe futat sulmuesin tjetër që ai normalisht nuk është sulmues, por winger, po vura me qëllim që të bëjmë presion tek 2 qendrat e kundërshtarit. Kjo ishte arsye. Pastaj, me thënë drejtën, dhe tensioni është se unë shoh disa futbollistë në pjesën e dytë, në momente më të mira tonën bëjnë gabime elementare në pas. Kur një futbollist po trek edhe gabime rrjesh me pasime, sigurisht bjen rendimenti i skuadrës. Para janë gjithë, përmbledhen gjithë, ana thash edhe emocionale, edhe ngarkesa psikologjike, sepse 3 ndeshje që kanë drejtuar, kemi shënuar përsëri, shikoj që skuadra luan për dhënë, por nuk ka besim që mund të fitojë ndeshje. Sokol Burku. Përshëndetje, profesor. Është e vërtetë që pjesën e dytë krijohet një volum të madh në fazën sulmuese. Dhe unë pyetja ime këtu konsistonte, a kishte ndryshimi 2 pjesëve, sepse pjesën e parë pash një manovër sulmuese ku treni hape shumë në krah, krijonte gjerësi, dhe Qinedu shpeshherë në disa pozicione ke zona përfundimit të aksionit ishte vetëm, pra nuk kishte shumë densë. Këtë e riparuat pjesën e dytë. Kjo erdhi nga që shënuat shpejt, pra e siguruat golin shpejt, apo ishte lushnje e vendosur mirë dhe kishte ekuilibrat e veta? Koli, ju e pat lushin që lushe gjatë gjithë kohës qëndronte në gjysmë fushën e saj, edhe mundohej me topat e gjatë, që futu aktivizuar 2 sulmues përpara, për të kapur skuadra jonë befasi në një moment veçantë, edhe pjesa parë ka qenë, sigurisht, ne kemi qenë më mirë, mund ta mbyllnim, nëse ju kujtohet kur ka qenë rezultati 1-0, ne kemi humbur 3 raste pastra për ta mbyllur lojën. Thash, vendosja ishte 4-3-3 pjesën e parë, gjithmonë tentonte treni në krahun e majt për të gjetur i lirë. Arsyeja thash e ndrimit ishte kjo që thash, futa 2 sulmues për të bërë presion lart kundërshtarit, dhe sigurisht si minor loja funksionoi sepse ne ishim superior, por thash kemi vështirësi shumë në finalizim. Sepse është një rast, thash, unë një sulmues kryesor kam, nuk ka sulmues tjetër. Qinedu është lojtar që 5 ndeshje, thash, pavarësisht kontributit, lojës, luftarak shumë, nuk shënon gol. Dhe kur sulmuesi nuk shënon gol, dihen, thash, përkthimi. Profesor, po si e shihni situatën në vazhdim, sepse ju po e thoni vetë pra që keni sulmues që nuk
prodhojnë gola, që nuk finalizojnë, duket që artikuluat dhe vetë që nuk ka besim skuadra që mund të fitoj, pra si e shihni situatën, si mund të korrigjohet një gjë e tillë? Situata tash është e vështirë. Normalisht unë kam 3 ndeshje, me thonë drejton i Gerta, jo për të justifikuar, nuk ka ndodhur ndonjëherë me gjitha skuadrat që kam pasur, që të marrë skuadrën edhe në gjysmën e kampionatit, në fillim kampionatit, që mos bëjë ndryshim përsa i përket rezultateve. Është era parë që më ndodh. Patjetër, unë isha shkëputur 3 vjetë, edhe skuadrën nuk e njeh mirë, me thonë drejtën. Lojtarë që unë i kam futur sot për herë të parë, pas ndeshjes së tretë, sepse nuk i kam pa më parë. Kështu që janë vështirësitë. Kundërshtarët janë është shumë situata e komplikuar me kundërshtarët, sepse ardhja shumë lojtarëve pa limit e lojtarëve tuaj nuk lejon edhe ta përgatisësh mirë ndeshjen, sepse nuk ke një uri 100% me përsa i përket kundërshtarit. Situata patjetër që është e vështirë, por thash të shikojmë se do zhvillohen ngjarjet, unë kam marrë këtë detyrë, në vjen keq domosdoshmë sepse thash nuk kisha në plan, por insistimi i presidentit, vetëm për këtë arsye, sepse kur sa ndërton skuadrën vet, është e vështirë. Dalin ato problemet. Edhe unë them që ka probleme të jashtëzakonshme kualitetesh. Pra, Mercato... Pra është bërë keq Mercato? Patjetër, ka pranuar edhe presidenti vetë, sezonin e kaluar skuadra ka larguar shumë pika të forta, por nuk janë zëvendësuar në atë nivel. Megjithatë, skuadra prapë thash ka luajtur, por kur s'ke sulmues golin e dim vështirësinë, sepse sulmuesi të shpëton me një situatë. Profesor, të falenderoj, suksese në vazhdim, shpresojnë që të ndryshojnë gjërat. Faleminderit. Ishim me Duron dhe në fakt është e vështirë që të pranosh edhe drejt për drejt në televizion që mungon kualitetin në skuadër edhe nuk e shpresa tek sulmi. Se ardhi në shoh duke shënuar. Jo, okej, është e vështirë, por duhet pranuar, sepse ajo... Jo, ajo e pranoj, më hapur se kaq. Është e vërtet, mungon kualiteti sidomos mes fush. Ne pam sot ku nuk ishte shumë mbështetje ose nuk ishte kualitet në zonë, ato mbushjen e atyre gjysmë hapësirave dhe në mbështetjen e sulmuesit, se vërtet sulmuesi nuk shënon, por janë lojtarët e tjerë, edhe sot goli erdhi nga një mbrojtës, që duhet thënë bëri një punë shumë të mirë në krahun e gjatë, në fazën si në fazën mbrojtëse, ashtu edhe në fazën sulmuese. Për mua nuk jep garanci qendra e mbrojtjes, në fakt siç e pashëm defekti kryesor. Se janë 2 ndeshje që janë përmbysur me 2 gole edhe sot po aty erdhi goli. Koli mes fusha nuk më lëshie dhe ke një Danaj që është gjithmonë me pjesëmarrje dhe javë të bëj sigurisht që unë nuk e shikoj aty Danaj sepse i mungon pasi fundit, por volumin që dhe mbështetjen e ka, po si ashtu si shkundër edhe Puqa nuk më la shihet keqe, më la një shihet mirë me pjesëmarrjen e tij brenda edhe me karakteristikat e tij. Shkojmë përsëri në Luz, këtë herë kolegu ynë Erkan Çutra është me zëvendës trajnerin e Lushnjës, si e ka drejtuar këtë skuadër ditën e sotme, Ruço. Përshëndetje. Përshëndetje. Atëherë Ruço, kishe të ardhur me objektiv të qartë që edhe me një pikë do të ishit të kënaqur në këtë përballje? Shiko, tani ne dinim që ekipi Besash është një ekip shumë i mirë, edhe kishim përgatitur ndeshjen në mënyrë të tillë që merrnin paktën po fitore o një pikë, mos dilnin pa pikë në këtë ndeshje. Edhe besoj se dolëm atë që kërkuam. Keni pyetje nga studio? Domethënë ju kënaqi barazimet, se 5 barazime. Tani, kështu si shkoj situata, me barazim jam shumë i kënaqur. Besoj se këtë javë, Muça, dikur e njohim kush është Muça, thoshte më mirë 2 fitore, 2 fitore edhe 3 humbje, se merr më shumë pikë se sa me vetëm me barazime. Normal, po kështu si shkoj ndeshja, besoj se jam i kënaqur me këtë barazim dhe shpresoj që ekipi këtë javë do shkojë te fitoria. Jam i sigurt. Mos e ngatro Ledionin me barazime dhe për Ledionin është një sukses shumë... pa diskutim. është i rëndësishëm, një sukses i rëndësishëm. Dhe se u futa pa përshëndetje Ledion dhe urime për pikën. Përshëndetje përsa. Them që për juve është shumë e rëndësishme kjo pika, por jo vetëm kaq, po edhe mënyra interpretimit, mënyra se si e morët të pikë, me një pjesë të parë të barabartë me Besën dhe me një pjesë të dytë që
duruat vuajtjen dhe me shpresën se mund të riniseshit dhe të bënit një gol, të shënonit një gol lepërsie në rinisje, me kundërsulme. Por në fakt, pyetja ime konsiston në faktin, nuk pash në ndryshim me Gjafën, si në vendosje, si në interpretim, si në manovër, ku konsistoj puna jote me kaq ditë në dispozicion? Ku insistove të skuadra për të marrë këtë lojë sot? Shiko, mu më shumë insistova tek grinta e ekipit, se javën që kaloi na mungoi shumë, ndeshjet e tjera e kemi pas, po javën që kaloi na mungoi shumë grinta, nuk e di pse, që shkuam barazim, po u mundova që të jenë sa më tonus, të jenë sa më grintos, të jenë ndeshje, të flisën çdo lloj momenti. Aty u fokusova më shumë, se paka shumë 4 ditë dhe do ta falenderoj edhe profesor Gjafën për punën që ka bërë. Ka bërë një punë të mrekullueshme te ekipi Lushnjës, pavarësisht problemeve të veta që largua, po besoj se ekipi është shumë i mirë, edhe do vazhdojmë përpara. Edhe një gjë tjetër, nëse po në fakt është më tepër Ledion kuriozitet. Pas minutës së 65 kur Kavaja bëri atë lëvizjen e ndryshimit të sistemit, edhe ti bëre ndryshime në formacion, pra bëre zvendësimet, sigurisht gjë e parë, qëllimi i parë është për energjitë e tyre të freskëta, por ajo që më bëri çudi ishte fakti i forcimit të aksit të qendrës. Pra me ata, me Fezën edhe me Hysenin mbas Kaçanollit. Pse e forcove këtë aksin, të kishe deshet i hiqje mundësinë e Kavajës për të bërë ato pasat e gjatë brenda zonës? Duke ditur që Kavaja forca më të madhe ka te mezi i fushës, besoj se futa dy të freskët që vrapojnë, harxojnë energji, edhe ti mbuloja sa më shumë, sa ti krijoja sa më shumë pak mundësi që të luani me topin. Prandaj e futa dhe Fezën, duhet ta falenderoj, djali i ri i akademisë, shpresoj të vazhdoj kështu. Sokol Bulko. Përshëndetje Ledion, urime për pikën dhe unë dua t'ju bëj komplimente për mënyrën se si ishit përgatitur, sepse realisht pjesa parë ishte gati e barabartë me Besën, me një pressing ultra ofensiv dhe ofensiv dhe një manovër nga krau djatë ku Ribaudo bashkë me Tepen ju ndihmoi shumë. Unë doja të pyesja për pjesën e dytë, duke ditur që ishit në rezultatin 1-1, pra një barazim, a ishte një tërheqje e ekipit dhe më shumë po prisnit ekipin e Besës, sepse ajo impostua më lart, ishte më agresiv, erdhi natyrshëm, e bëri vetë ekipi apo ishte një strategji e juaj, sepse Kaçanolli ngeli vetëm në ato momente dhe nuk ishte një mbështetje dhe ju sidomos kishit atë taktikën tuaj vetëm me rinisje, pra dhe ato nuk i bët sepse nuk kishit lojtar të shpejt. Kjo erdhi vetvetiu apo ju e përgatitët që edhe një pikë ishte e vlefshme sot? Jo, duhet të them se unë çova me 5 mbrojtjen, se e dija që do vinte ndeshja do vërtetësohesh, edhe mendoja që sa ta forcoja sa më shumë të jetë mundur, se sulmet e dija që sulmet e Besës do vini dhe e bëra vetë, domethënë me 5, e bëra vetë 5-3-2. Pyetje tjetër? Pyetje tjetër, tani që mbaroi ndeshja, a ishte fort Besa siç menduat para fillimit ndeshjes, duke parë dhe mënyrën se si u zhvillua takimi? Besa normalisht është një ekip i fort, por edhe ne jemi një ekip i fort. S'kemi asnjë humbje për momentin edhe çunat duan vetëm çik besim te vetvetja. Domethënë e shef gjysmën e gotës floti, nuk e shef gjysmën e gotës bosh. Pra me pak besim mund të arrish dhe maksimumin sot, prandaj Ledion, edhe një pyetje nga unë, duke qenë se ti ke qenë pjesë e stafit, nuk është se drejtove, erdhe tani dhe drejtove ekipin. Nga 4 gola që keni pësuar, 3 kanë qenë nga jashtë zone. Po, është e çuditshme. Madje Eurogola. Tani është problemi i ekipit në fazën mbrojtëse pa presionin që nuk e bën, apo është problemi individual i portierit, që se shef topin ti kur është ka shumë larg? Tani s'është ato janë super gola, nuk ka ç'di bëj, as portieri kanë qenë Fati keq i Lushnjës, domethënë. Po, fati keq, nuk është se kemi ngrënë gola nga aksione nga kështu. Po pra, prandaj të vjen keq të. S'kemi që të bëjmë. Kjo është fati hon. Mirë. Ledion, falenderoj shumë suksese në vazhdim. Shpresoj të vi fitoria e parë më në fund. Të jetë e gjashta e vërteta.
E ndërkohë e mbyllim këtë lidhje, jemi në pritje edhe të lojtarit të ndeshjes, që është Fabian Beqaj. Është pikërisht mbrojtësi i djathtë i Besës, megjithatë është pak e vështirë se Ledioni edhe në pozitë vështirë, se zëvendës trajner ka qenë edhe e drejton skuadrën, por gjithsesi ka një skuadër të mirë, vërtet Lushnja, dhe mbrojtja funksionon. Dhe është realisht mëkat kur pëson vetëm në këtë formë. Po edhe Ledioni nuk u sol sot si pa përvojë. Po. Jo më kotë ne të dy me Kolin qëndruam dhe pjesa e dytë, ku atëre skuadra kishme shumë nevojë për Ledionin dhe Ledioni jo përgjigj skuadrës në mënyrë të shkëlqyer. Me gjitha lëvizjet, kundra lëvizjet që bëri për të përballuar atë. Pa i hequr meritat Ledionit. Por skuadra ka cilësi. Skuadra ka cilësi. Pavarësisht situatës ku janë, brenda skuadrës ka kualitete të cilat i japin zgjidhje skuadrës në momentet më të vështira. Dhe ka në aksin qendror të saj. E thamë edhe në fillim të ndeshjes që numri 20, si e ka Koli? Ky që vendosej djathtas. Ribaudo, italiane, po. Ribaudo, edhe pse është ai lojtari që fillon lojën nga linja, por është me cilësi të tilla që bëhet një lojtar plus me top apo pa top në këmbë në zonat e ndërmjetme, midis linjave të kundërshtarit, dhe është i aftë të bëjë dëm nga këto pozicione. Jo vetëm godas portën, po edhe të asistoj. Ka Deliajn që është në ekuilibër, që është, si thua, siguron ekuilibrin e skuadrës në të dyja fazat, qoftë ku nxjerr topin në manovër, po qoftë sidomos kontribut maksimal në fazën e tranzicionit negativ të skuadrës. Ka lojtar të shpejt, është Meta që edhe pse ju desht që të ndëronte pozicionin në lojë sipër për të zvendësuar një të pazvendësueshëm në gjykimin tim për këtë skuadër, Almuçën, bëri shumë mirë dhe atje në atë kraun në majt ku shkoi. Edhe alternativat ju futën në lojë, jo vetëm që nuk ulën rendimentin e lojës, por kontribuan pra më së miri. Pra që nuk arrit fitoria pas 5 ndeshje. Shkojmë përsëri në luz me Erkan Çutrën, tashmë është lojtari i ndeshjes, Fabian Beqja i Besës dhe autori i Eurogolit të ditës së sotme. Përshëndetje, urime për titullin, po e di që je i mërzitur për sa i përket ndeshjes. Pikërisht, këtë do të thoja edhe unë. Mendoj që është një titull me vlera, po do ta ndroja me 3 pikët. Është më e rëndësishme të mëshin 3 pikët sot. Kemi më shumë nevojë se çdo gjë tjetër, se titull, se lek apo çdo gjë, vetëm për pikë. Se kemi ardhur gjithë për ta çuar Besën aty ku mendoj që e ka vendin, është ekip me histori, por që nuk po bëjnë mirë. Nuk po bëjnë mirë dhe nuk po i gjejmë dot shkakun. Patjetër që ky titull ngëzon, po thashë do e ndroja patjetër me 3 pikët. Për pra se të shkoj tek specialistët, çfarë mendove në atë moment që e godite, sepse sot ke shënuar vërtet një Eurogol? Patjetër që mendova ftofët, se ta thash që po mendoja vetëm 3 pikët, kemi hyrë lojë vetëm për 3 pikët dhe nuk mendova sa mirë u boa, po thjesht mendova që duhet vazhdojmë kështu. Po prisja të boshim golin e 2 dhe 3 që tu lironte ekipi, se këto lloj problemesh kemi pas, kemi bë gol, edhe kemi hongër gol, kemi psuar. Dhe është më keq edhe kemi hongër dhe 2, na kanë kthyer neshin dhe më keq nuk ka ku të shkoj. Vetëm këtë mendova që të vazhdojmë kështu, nuk e kisha menin as me festua si gjë. Doja të mbaronte loja në atë moment. Ardi Behari. Përshëndetje Beqja, edhe sigurisht që e vlerësoj shumë këtë pjesën e sinqeritetit tuaj, po duke vazhduar në këtë linjë të sinqeritetit. Ka ndonjë shpjegim të kësaj situate dhe specifikisht linja e mbrojtjes në gjykimin tënd që unë mendoj që je titulari pa diskutueshëm, në gjykimin tënd ka problematika? S'mund të them problematika, po mund të them që po ka boj mbrojtja është problemi i madh, domethënë hahet goli dhe mbaron loja. Mbrojtja është vija fundit, siç ju e dini, se është vija fundit që gabimi kthehet në gol dhe goli kthehet në humbje. Edhe mendoj që kjo ka qenë, edhe është dhe presioni pikëve, mund ta quaj kështu, se po të fitoheshim neshin e parë ose dytë, mendoj që do ishte më ndryshe situata. Tash ka hyrë dhe presioni pikëve,
patjetër se gjithkush tu ka ardhur me Jo, e di pse Superlig. them, Beqa, di pse them kështu se nëse do merrej me aksion në vimësi, një gol me skuadrën vendosur është okej, ndodh për 1001 arsye. Po që në situatën ku jeni dhe të merret një gol në situatë standarde, në korne, me gjithë skuadrën brenda 5 metrëshit. Unë them që është minimalisht munges komunikimi, le të themi kështu. Për mos thënë pasaj munges kualiteti, munges frik nga fitoria. Unë këtë patjetër që do e diskutojmë në analizë, i kujt është faji, kush është në atë pozicion, po me çka kam pa neshit e fundit, lushnja edhe me Korçën, edhe me Kuksin, mos gaboj, i ka bo golat goditje standarde me kokë. Domethënë janë të fortë në atë pikë. Edhe mendoj që duhet ta vlerësoshim 200%. Po që ja, edhe ne na ndëshkoi dhe ja ku jemi tash i flasim bashkë në barazim. Po çfarë të ka zënë tash, s'ke çfarë. Ka zënë. Sokol Bujku. Përshëndetje, urime për çmimin dhe komplimenta për mënyrën e interpretimit të lojës, sidomos nga krau djathtë. Përveç pyetjes që bën në tërësi për ekipin, unë doja një pyetje individuale. Duke ditur aftësitë tuaja, sepse sot pash në fazën sulmuese një mbështetje si me mbi pozicion ashtu dhe me futjet për brenda, edhe me goditjet nga larg. Kjo vjen nga që konsiderohet si krau djathtë më i fortë se krau i majt, apo është iniciative jotja për të ndihmuar nga dëshira për të arritur rezultate pozitive? Besoj që kjo është dëshira, se unë vjedhe nga Flamurtari, që atje ullën goxha lek, unë investuan shumë për me hyp Super League, edhe unë mësu me këtë që s'po hypshim dot. Edhe dëshira na u bë për edhe misore, doshim ta fitoshim, edhe në stërvitje doshim fitoshim. Edhe kjo dëshira që të marrim këto 3 pikët, e shoh dhe këtu, jam shumë i etur, domethënë që të shkojmë aty, se vetëm atje dalim për atë që kena ardhur. Dëshira, vetëm dëshira se jo që krau majt apo krau djathtë. Mendoj që edhe krau majt ka bërë shumë mirë, nuk përse po tregohem modest, po ashtu është. Po pikët flasin çdo lloj ekipi kur nuk merr pikë është i keq. Çdo lloj lojtari është i keq, nuk shifen më. Mund të lush shumë dobët e gjithçka fitove, gjithë flasin mirë. Ke shumë të drejtë në këtë pikë. Mirë, Fabian, se nuk duam të vëmë më shumë në vështirësi, gjithsesi komplimente për performancën individuale edhe për këtë trofe, edhe shpresoj shumë që Besa të kthehet tek fitoria sa më shpejt. Faleminderit. Ishim me Fabian Beqen, mbrojtjen e djathtë dhe shënuesin e golit të Besës në këtë ndeshje. Dëshiroj të përshëndes edhe të falenderoj edhe kolegun Erkan Çutra që ishte me intervistat, por edhe në komentin e kësaj sfide që e keni parë drejt për drejt në RTS Sport. E ndërkohë do të futemi në një tjetër ndeshje, në një sfidë vërtet shumë të bukur të 2 kryesuesve të kampionatit, 2 ekipeve që ranë nga Bisnet Superiore dhe që po tregojnë që kanë synim të rikthehen shumë shpejt. Skënderbeu dhe Laçi. Sigurisht që gjithë syt janë nga Korça. Ardi, nuk e di se çfarë shënimesh mban aty, duket sikur se ke mendje fare te unë. Jo, e kam unë mendjen. Jo, unë e di që e ke, po më duket mua sikur se ke. Skënderbeu Laçi. 10 pikë Skënderbeu, 9 Laçi. Sfide kryesuesve për të vënë hegemonin që në fillim të kampionatit. Shumë e rëndësishme, 2 skuadra me kualitete, 2 skuadra që ne kemi thënë mbi disa herë që kanë ruajtur boshtin e sezonit të kaluar dhe me synime të qarta për ringjitjen sa më të shpejt në Super League për ta konsideruar këtë periudhë si një ëndër e keqe e tyre. Kanë tipologji të ndryshme skuadra, sepse me një sistem të konsoliduar, po jo vetëm gjoka, po edhe mënyrë loje, manovër të konsoliduar, përballë një skuadre që e mbështet gjithçka te pjesa e energjisë të rinjve, që tregon që Laçi në çdo kohë dhe në çdo situatë që është, synon shumë te djemtë e rinj, te prodhimi i elementit, por që ka dhënë rezultat në këto javët e para të kampionatit. Nuk është ndeshje si ndeshjet e tjera për Laçin, është i një vështirësie shumë të madhe, sepse thash edhe njerë që ka përpara një skuadër, jo vetëm me kualitet, po një skuadër që është më kryesorja me automatizma të caktuara, më të konsoliduara. E me gjitha të, Laçi
prandaj është kjo skuadra dhe prandaj ka atë vend në tabelën e klasifikimit, sepse bazohet në një kompaktësi në fazën mbrojtëse, në një skuadër të shkurtër, të ngjeshur, me linja të barazlarguara në fazën mbrojtëse dhe me një rinisje të shpejt ose në manovër graduale një skuadër me shumë linja që krijon stacione deri në 3-4 fushës dhe pastaj atje krijon një futboll situacional që shfrytëzon karakteristikat individuale të lojtarëve që kanë në linjën e parë të sulmit. Sokol. Ne i kemi quajtur të dyja para fillimit të kampionatit, të dyja skuadrat janë pretendente për të ngjitur në Super League. Arsyeja kryesore është që kanë ruajtur shumicën e lojtarëve që kanë patur në më shumë Skënderbeu, superiore. sepse Ketlaçi, atë që tha Ardi, kanë ruajtur boshtin, por janë larguar shumë pika kryesore, pra Leshi, Manallari, Bibom duket. Jo, është Bibom. Jo, Bibo është. Cordero, pra disa lojtarë që kishin kualitet. Por Laçi është nga ato ekipe që përveç se i jep mundësi lojtarëve të ri, do dhe t'i promovoj ato, pra që t'i ketë gati edhe për në superiore, por edhe për t'i çuar tek ose ke ekip transferta ose për t'i shitur te ekipet më të mëdha dhe për të fituar financiarisht. Por ndryshimi është që Skënderbeu ka ruajtur, pra nuk ka ndryshim të strukturës së formacionit, pra dhe boshtin e ka, dhe trajnerin e ka ruajtur. Dhe mendoj që në pjesën përpara, pra Skënderbeu është shumë, pavarësisht se nuk finalizon dhe shpërdoron shumë raste, krijon situata shumë të rrezikshme sepse ka lojtarë shumë të mirë në 1 kundra 1. Unë mendoj që Laçi do ta ketë vështirë sepse varet qasja që do ketë sot, pra do ta sulmoj ose do ta në një pressing ultra ofensiv apo do rri në një blok të mesëm ose me rinisje, pra sepse dhe Laçi ka lojtarë të shpejtë. Ndërsa për gjokën, unë mendoj që ka krijuar atë grupi është, lojtarët krijojnë probleme shumë serioze në vertikalizim, pra përsa i përket fazës sulmuese, por kanë edhe fazën mbrojtëse, kanë të qëndrueshme, stabil, duke futur dhe portierin Aliaj, që është një lojtar me një portier me eksperiencë dhe jep siguri ekipit. Ardi, ne kemi diskutuar që sa më shpejta kuptoi Skënderbeu dhe lojtarët e Skënderbeut, e ka thënë edhe Gjoka madje në lidhje direkte, që janë një kategori më poshtë, pra në kategorinë e parë që ndryshon specifika e kampionatit, aq më mirë është. Sot kam përshtypjen do jenë të qetë sepse do jetë si një ndeshje Superlige. Sigurisht, por është shumë e vërtet kjo dhe duhet për faktin që mos të bëjnë gabime rrugës. Sepse ndonjëherë edhe sukseset e tepërta, sukseset njëra pas tjetrës ulim pak atë pjesën e alertit. Dhe kjo, duke pas parasysh që po flasim për Skënderbeun, për një klub me një president si Takaj, që pjesën e menaxhimit e ka në gjykimin tim art. Ka 10. Ka art, jo 10 me yll. Kështu që është hapur një nga këto temat. Pra, në qoftë se kemi 1-2 probleme teknike në fush, duhet me se zbën që ta bashkojmë me këtë alertin këtu, me këtë sinjalin që duhet të mos tolerojmë asnjë të paktën në përqendrim për të arritur në objektivin sa më shpejt. Gjithsesi janë aty. Është vetëm një pikë diferencë. Skënderbeu ka marrë një barazim me Lushnjën, Laçi ka humbur një ndeshje me Pogradecin. Në 4 javë. Nuk kanë krijuar shkëputje. Pra, kanë bërë vetëm një hap fals, Skënderbeu pak më të zbutur, por gjithsesi janë aty. Akoma se kanë arritur maksimumin. S'kanë arritur akoma maksimumin, thua? Në rezultatin sportiv Skënderbeu dhe Laçi që ka psuar një humbje me, nuk e di, me Ilirin, duket? Jo, unë e di me Pogradecin. Kështu që akoma nuk, domethënë, të dyja skuadrat, edhe pse janë favorite, nuk kanë një shkëputje nga ekipet e tjera. Pra edhe pse në Skënderbeu... Ju lutem regjia, ma jepni pak klasifikimin e kategorisë parë, që të kujtojmë mos të flasim në ajër, sepse 10 skuadra është pak e vështirë që të mbajnë mend. Domethënë 3 pikë nga vendi 3 që është 7 pikë. Ja ku e kemi. Pra është Apolonia dhe Burreli me 7 pikë dhe Lushnja me një ndeshje më shumë, pra është Pogradeci me 5, pastaj nuk është se edhe një lloj shkëputje. 3 pikë. Jo, nuk është shkëputje, por... Bie shi në Korç, më thonë, po na laget Lazi, kështu që të shkojmë, të na japi informacionet dhe të taposim me një herë brenda. Përshëndetje, Lazi! Pas ka filluar shiu në Korç. Në fakt, reshtet e shiut
Pikërisht, ka nisur prej orës 18 pas ditën e sotme, ka qenë një ditë e mirë, por ndoshta pritet të jetë me shi kjo ndeshje e sotme mes dy kryesuesve të kategorisë së parë, Skënderbeut Vendas dhe Laçit udhëtues. Do të thotë që do jetë një ndeshje me ritëm, se shiu e ndihmon këtë. Edhe skuadrat janë cilësore, kështu që shpresojmë që të jetë ndeshje e bukur, spektakël. Pikërisht, Gerta, le të shpresojmë që të jetë e tillë, pas janë dy ekipet që janë pretendente për të kaluar sërish në elit, pas rënjes në kategorinë e parë sezonin e kaluar, dhe të paktën edhe nga formacionet që kanë përgatitur të dy trajnerët, duket se do të jetë, pritet të jetë pikërisht një ndeshje e tillë. Skënderbeu me mungesën e shaqes vjen nga Ernest Gjoka me rreshtimin tradicional 4-3-3, në por do të jetë Marko Alia, qendra e mbrojtjes do të jetë e formuar nga Akpama Gift, i cili do të luaj në qendër së bashku me Randi Dumfur, në krahun e djathtë Kosta Vangjeli dhe Ergi Zenullari në krahun e majt. Në mesfushë Estrela do të formoj repartin së bashku me Janaqin dhe Abubakar, ndërsa Salena Sër dhe Foti Çuçka do të mbështesin në majt të sulmit Tajo Razak. Në krahun tjetër, trajneri italian i Laçit ka zgjedhur këtë 11-sh për ndeshjen e sotme. Biba do të jetë në port, Kurti, Harrison, Myrta, Bibo, Mjaki, Traore, Negruti, Isak, Jefferson dhe Kalaj. Do të vendosë drejtësinë në takimin e sotëm Florian Lata. Lazi, shaqe si është shkalla e dëmtimit, çfarë informacione ka të fundit, sa mund të mungoj? Në fakt, unë e kam takuar vetëm pak më parë në ambientet e brendshme të stadiumit, tashmë është në tribun, ka disa hematoma në fytyrë, në pjesën e syrit të majt, por që duket se më e keqja ka kaluar tashmë për lojtarin i cili pritet të mungoj deri në fund të muajit tetor, të paktën nga informacionet paraprake që vijnë tani edhe nga stafi mjekësor. Lazi, to tani mjaft të Gerta me pyetje më lërë të shkojë dhe të largohem nga shiu. Faleminderit shumë, Lazi, si gjithmonë. Shpresoj mos jesh lagur shumë. Të falenderoj, do jemi përsëri me Lazin pas ndeshjes, me trajnerët dhe me lojtarin e ndeshjes. Diskutojmë pak për formacionin e Skënderbeut, fillimisht 4-3-3 me Akpama. Po. Në fakt, ajo që më bjen sy është vetëm, është mungesë e shaqes, është një mungesë jo e vogël në manovrën e Skënderbeut. Dhe jo vetëm në manovër, po edhe në fazën mbrojtëse. Sepse gradualisht ka marrë një vend shumë të rëndësishëm në formacionin e gjokës, mekanizmat e tij. Kam vënë re që duke pasur parasysh karakteristikat e lojtarit, këtu do të kemi do të mundohet gjoka që ta bëjë sistemi racional, sepse krahu majt, sidomos kur ishte shaqe, ishte pak në disekuilibër për faktin se të dy ishin me cilësi, si shaqe ku ngrej, si Nasër, kur shkonte në zonat e sulmit, e bënin sistemin jo racional. Dhe mundoj gjoka që të sakrifikonte Janaqin që të vinte në mbylljen në tranzicione negative në krahun e majt dhe ka harxuar shumë energji Janaqi. Po mendoj që me praninë e Zenullarit do të jetë me më pak pjesëmarrje në fazën e sulmit për ta lënë gjithçka në dorë të Nasër në fazën sulmuese. Dumfur dhe Akpama, po sigurisht që besimi im është të Dumfur, për shkak edhe të kozgjatjes në klub, po edhe të cilësive, mendoj që i jep skuadrës garanci në fazën mbrojtëse dhe është kthyer në një lider për mënyrën se si e organizon të dyja fazat e lojës të Skënderbeu. Pjesa më e bukur e kësaj korçe është pjesa është Estrel, po përfshi dhe Estrelën në fakt. Sepse është ai lojtari që bën lidhjen midis linjave, është ai lojtari që i jep shumë fleksibilitet manovrës, është një lojtar që vrapon pafund dhe gjithmonë është në vendin e dur, në kohën e dur në të gjitha situatat e lojës. Pjesa sipër, pastaj Nasr, Çuçka dhe Tajo, që duhet akoma të bind për të merituar, sepse ka për të eklipsuar Bismarck, që ishte një vlerë e shtuar e kësaj skuadre dhe jo vetëm. Kështu që më duket një sistem racional, po pa tjetër, sepse krahu djathtë është më në ekuilibër, Vangjeli është me mbështetje zakonisht dhe kur shkon në zonat e përfundimit të aksionit
është nga ata lojtarë të përgjegjshëm që kthehet më njëherë në tranzicion negativ të skuadrës për të kapur pozicionin fillestar, kështu që mendoj që është zgjedhja më e mirë e mundshme e Gjokës për këtë ndeshje. Sokol, je dakord me këtë apo? Po përveç se sistemi që nuk ndryshon tek Skënderbeu, kemi 3 ndryshime përveç Shaqes, kemi edhe Vaskes që mungon nga ndeshja me Pogradecin, po të referohemi asaj ndeshje, dhe Gjatën, pra është përdorur Tajo. Çuçka ka rifituar vendin e titullarit, pra trajneri jep edhe këtë ndeshje besim, që është ndeshje shumë e rëndësishme edhe jo e lehtë. Pra këtu duhet vendosur supremacia në një farë mënyre. Patjetër, si nga ana sportive, ashtu dhe nga ana psikologjike. Pikërisht. Dhe përveç se cilësive që ardhi i preku një nga një, unë mendoj që gjithë diferencën e bën reparti mes fushës, me në krye Strelën, sepse janë lojtarë që përveç se përdorin lojën e shpejtë në tranzicionin pozitiv, po kanë dhe kontrollin e lojës, për gjatë gjithë lojës ato mundohen që ta kontrollojnë lojën. Kontrollojnë ritmin, sepse pjesën e parë me Pogradecin, 30 minutat e para, Pogradeci kishte mbuluar pikat kryesore dhe Skënderbeu hasi vështirësi në organizimin e lojës. Shohim dhe formacionin e Laçit, ndryshe nga Skënderbeu e kemi parë pak më shpesh edhe në transmetim, por gjithsesi janë emra shumica shumë të njohur për ne. Përsëri mungon Tresa Ardi. Po. Tresa është në pankim, mungon edhe Hasanbylli në port. Po, futet Ortelio Biba, është djali i datinës 2004. Është një skuadrë e re, dhe ylli skuadrës për mua është Myrta, datinja 2006, që, shiko, jo vetëm shënon, që është më kryesorja, prish linja dhe kundërshtarit, nuk jep pikë referimi dhe është një lojtar me inteligjencë të mirë. Janë shtuar pasaj si Stevie Bibo, si Henry Nerguti, janë lojtar, Nerguti vjen edhe nga një gol i interpretuar shkëlqyer në javën e kaluar, por që nuk më bind ajo vendosja aty në krah të majt, diku në mezin e fushës, dhe mendoj që edhe sistemi lojës nuk do të jetë ky, sepse edhe Olsi Myrta nuk është në atë pozicion atje. Pra nuk mund të jetë 4-4-2? Jo, nuk është me këta lojtarë. Qoftë edhe te linja e mbrojtjes, Mjaki me Kurtin mund të ndryshojnë vendet, po themi, ose i vendos aty për të marrë atë pjesën e eksperiencës së Mjakit. Por ka lojtar me cilësi, ka lojtar me cilësi të ndryshme, të cilin janë që plotësojnë puzzlin dhe janë në funksion të njëri tjetrit. Po, kanë karakteristikat e duhura për të bërë një sistem, dhe në gjykimin tim duhet jetë një sistem, një 4-3-3. Kush ngjitet lart? Sepse, po, Olsi është një 4-4-2 në Rom, po themi me Myrtën midis linjave, sepse karakteristikat e lojtarëve janë të tilla. Edhe Kala është ai djali i ri që ka dhënë, jo vetëm ka bërë volum loje, po edhe ka shënuar, ka dalë lojtar i ndeshjes. Pra janë lojtar të rinj që përveç se po i ndihmojnë vetes për të evidentuar, po kontribojnë patjetër te Laçi. Kjo është forca e Laçit, energjia dhe kualiteti. Sokol? Dhe përveç këtyre individëve, këto kanë dhe një paparashikueshmëri, pra të gjithë edhe Myrta. Sa mirë e tha pa gabime këtë paparashikueshmëri. Ka që çfarë që po e përsërit. Por, ndoshta trajneri mund të jetë ky sistem, do ta shikojmë, se kështu tham dhe për Lushnjën, për të krijuar 3 linja, atë që ta ardhi ke sistemi 4-4-2, duke ditur që ekipi Skënderbeu është shumë i rrezikshëm në tranzicionin pozitiv, pra mendon qasja pjesën e parë mund të jetë në këtë vendosje që të krijojë ekuilibër dhe mos të ndëshkohet, dhe pastaj do shikojmë një... Po nuk më shkojnë karakteristikat e lojtarëve. Pikërisht. Domethënë, po të them, ata që kam njohje Nerguti, Bibo, Myrta nuk më shkojnë në këto role. Ndoshta mund ndryshojë. Janë gjithsesi skuadra që kanë sulm të shpejt, apo jo? E kanë bazuar te kjo pjesë. Po pra, dhe kjo çfarë premton për ndeshjen? Po në fakt kjo... Se edhe tek Skënderbeu kemi lojtar shumë të shpejtë. Unë nuk pres sot për shembull që Laçi të organizojë lojën në poshtë, të ketë topin në zotrim, të ketë pasime kyç, po themi, pasime se mund të ketë avancuese, po jo pasime asist, po themi. E kuptoj. Dhe unë nuk pres që të bëj volum loja. Unë pres një Laç të zgjuar, të vendosur me blok të mesëm. Cinik, që ndoshta mund të shfrytëzoj. Absolutisht. Dhe mungon Tresa,
Po themi që Kjo është mungon handikapi Tresa. më e madh, Gerta. Tresa. Tresa, sepse është Mirë, edhe Porta, ndoshta për shkak të moshës, sepse ai mund të jetë portier shumë i Ortelio talentuar. është shumë i talentuar. Shumë i Ortelio, talentuar, po eksperienca ndoshta e Eksperienca- Hasan Belliut në një ndeshje të tillë Absolutisht po. Mund të Edhe nga ishte kesa, një edhe nga plus më shumë. shkalla e vështirësisë së ndeshjes, nga kesa e pikërisht ndeshjes. pra, për këtë arsye. Tani përpara se të ndajemi do ma thuash dhe njëra të fjalë. Jo, e haroj tash. Fiton Skënderbeu. Jo. Pa Thuaj pa parashikueshmëri. E thot. Mirë. Më bëni një parashikim. Ajde Ardi, bëj zemrën gur. Sokoli edhe. Ja. Melita shijoj ndeshjen, se nuk e shikoj dot me... Nuk e shikon, me po atë. jo, në Jo, kuptimin po që nuk e janë... shikoj me brengën që duhet të kem dhënë një mendim për rezultatin që unë nuk e di E si do të dalë. kuptova. Hajde Sokol. Unë them fiton Skënderbeu. Fiton Skënderbeu edhe me Laçin. Mirë, do të shohim vetëm pas pak drejt për drejt në RTS Sport në komentin e Kevin Sulës. Në Ardi Bahari dhe me Sokol Bulku ne do të jemi përsëri në pjesën e tretë pas ndeshjes me trajnerën dhe me lojtarin e ndeshjes. Deri atëre shijojeni këtë super sfidë të javës së 5 të kategorisë së parë dhe shihemi së bashku me Supergol menjëherë pas sfidës.